Zgjidhja e kontratës së punës 1. Zgjidhja e kontratës së punës me afat të pacaktuar o kontrata e punës me afat të pacaktuar mund të zgjidhet nga secila palë, punëdhënësi dhe punëmarrësi, duke respektuar procedurat dhe afatet e njoftimit të parashikuara në ligj. Pas përfundimit të afatit të njoftimit, kontrata përfundon. 2. Zgjidhja e kontratës së punës me afat të caktuar o procedurat dhe afatet për zgjidhjen e kontratës së punës me afat të caktuar janë të ngjashme, por shpesh përfshin specifikime të ndryshme në varësi të natyrës së kontratës. 3. Pushimi kolektiv nga puna, o në raste të pushimeve kolektive, duhet të respektohen dispozitat përkatëse të ligjit dhe marrëveshjeve kolektive. Për të siguruar që punëmarrësit janë të mbrojtur dhe kompensuar në përputhje me ligjin, procedura e zgjidhjes së kontratës së punës, takimi i parë. Nëse punëdhënësi dëshiron të zgjidhë kontratën, ai duhet të organizojë një takim me punëmarrësin për të shpjeguar arsyet e vendimit të tij. Takimi duhet të njoftohet me shkrim të paktën 72 orë para zhvillimit të tij. Njoftimi me shkrim. Pas takimit, punëdhënësi duhet të njoftojë punëmarrësin me shkrim për zgjidhjen e kontratës brenda 48 orëve deri në një javë pas takimit, duke përfshirë arsyet përkatëse, dëmshpërblimi për shkeljen e procedurës, në rast të mosrespektimit të procedurës. Punëdhënësi është i detyruar të paguajë një dëmshpërblim prej 2 muajsh pagë për punëmarrësin, përveç dëmshpërblimeve të tjera të mundshme. Afatet e njoftimit për zgjidhjen e kontratës së punës 2 javë. Kur marrëdhënia e punës ka zgjatur deri në 6 muaj, 1 muaj. Kur marrëdhënia e punës ka zgjatur nga 6 muaj deri në 2 vjet, 2 muaj. Kur marrëdhënia e punës ka zgjatur nga 2 deri në 5 vjet, 3 muaj. Kur marrëdhënia e punës ka zgjatur më shumë se 5 vjet, zgjidhja pa respektuar afatin. Kur njëra palë zgjidh kontratën pa respektuar afatin.